Apple feston 50 vjetorin e saj më 1 prill 2026, duke shënuar 5 dekada që nga themelimi i saj nga Steve Jobs dhe Steve Wozniak në vitin 1976. Apple ndryshoi rrjedhën e informatikës personale dhe më pas solli një revolucion në tregun celular me iPhone, i cili dikur quhej telefoni i Jezusit për shkak të ndjekësve të tij kuazi fetar. Kompania filloi si një startup i guximshëm në një garazh në shtëpinë e prindërve të Steve Jobs në Los Altos të Kalifornisë, ku themeluesit e saj ndërtuan kompjuterit e në vitin 1976. I braktisur nga kolegji, Jobs udhëtoi nëpër Indi në kërkim të udhëzimit shpirtëror përpara se të themelonte Apple, një emër që ia sugjeroi mikut të tij Wozniak pas një vizite në një komunë në Oregon që ai e quajti një kopsht me moll. Jobs u përjashtua nga kompania në mesin e viteve 1980 pas një betejë për pushtet me drejtorin ekzekutiv të atëhershëm John Sculley, pas shitjeve zhgënjyese të Macintosh dhe përplasjeve të brendshme mbi strategjinë dhe stilin e menaxhimit. Bordi i Apple në vitin 1985 ja hoqi Jobs përgjegjësitë e tij operative. Steve Jobs dha dorëheqjen më vonë atë vit, duke lënë kompaninë që ai kishte ndihmuar të themelojë përpara se të kthehej në më shumë se një dekadë më vonë për të udhëhequr ringjalljen e saj. Jobs e rishpiku botën e teknologjisë 4 ose 5 herë, së pari me Apple II, një kompjuter personal në vitet 70, pastaj në vitet 80 me Macintosh, i cili drejtohej nga një mouse dhe paraqiste një ekran të pastër që e bënte informatikën tërheqëse. iPodi kudo ndodhur debutoi në vitin 2001, iPhone në vitin 2007 dhe në vitin 2010 iPad, i cili një vit pasi u prezantua ja kaloi shitjet Mac. Jobs vdiq më 5 tetor 2011 në moshën 56 vjeç, pas një betejë të gjatë me kancerin e pankreasit. Tim Cook, drejtori operativ i Apple dhe një veteran i kompanisë që nga fundi i viteve 90 pasoi Jobs si drejtor ekzekutiv në gusht 2011, Cook mbikëqyri zgjerimin e Apple në biznese të reja, duke përfshirë shërbime, pajisje të veshjes dhe abonime, ndërsa rriti ndjeshëm të ardhurat dhe fitimet. Në udhëheqjen e tij, Apple zgjeroi fokusin e saj në zinxhirin global të furnizimit, theksoi kthimet e aksionarëve dhe qëndrueshmërinë dhe u bë kompania e parë amerikane që arriti një vlerë tregu prej $1 trilion, duke tejkaluar më vonë $3 trilion, që nga fundi i këtij muaji Apple ka një vlerë tregu prej afërsisht 3.6 deri 3.8 trilion $, duke vendosur atë ndër kompanitë publike më të vlefshme në nivel global.